si administrator, si qeveritar, Lima është uragani i këputëm në gjysë mes i ndërprim. Në atë fushatën e madhe që filloi në vitin 2010, kur ky ishte në hovin e famës për autostradën Prishtinë-Durrës, punoi jashtëzakonisht shumë, vrullshëm, shpejt, mirë. Dhe i ndodhi ajo që i ndodhi nga Euleksi dhe nga shumë budallë tonë. Dhe pastaj pati një seri tjetër të akuza për luftën e kështu me radhë. Me fjalë tjera, në atë kohë kom thënë dhe sot mendoj që është kanë shqiptari më i përndjekur politikisht, sepse i ra prej Hagës, Uniku e filloi, i ra në Hagë procesi 33 muaj, pastaj sa u stabilizu. Këtu edhe ky procesi tjetër i Euleksit me atë fushatën e të mërshme. Plot shpifje, 100%. Me ata bojlerat e me ata. Jo, bojlerat i kanë shpi këta vonë, si s'ka pas tilla.